Këtu kam vënë teleskopin, duke parë qiellin. Kam vendosur kamerën këtu, kjo ku që është kamera. Telekomanda është këtu. Këtu është laptopi me programin dhe këtu shef çfarë shef kamera, programi po e tregon në ekran. Dhe çdo 4 sekonda kjo bën një foto. Dhe këtu janë disa yje në qiell. Tash do të drejtoj tek M15, është një grumbullim sferik yjesh. Do e shkruaj këtu. Do shkruaj ke stars deep sky këtu. Messier, enter. 15. Messier 15. Jap enter prap. Teleskopi po lëviz. Dhe tek ekrani do dalë fotografia më 15-s. Edhe pak ndaloj teleskopit tash. Dhe tash do shohim fotografia e radhës është më 15. Ja ku doli në ekran një grumbullim sferik yjesh. Kjo është më 15. Foto live. Për pak sekonda do bëhet foto e radhës. Kjo është foto tjetër. Dhe vazhdon bën programi automatikisht foto çdo 4 sekonda. Numrin e tu është ekspozur 4 sekonda. Temperatura kulleri është -11 gradë Celsius. Këtu është fotografia është e vazhdueshme. Instagrami dhe çdo 4 sekonda ke bën një foto. Këto foto mund t'i mbledhësh dhe të zhdukesh komplet këtë zhurmën që është në sfond. Dhe të arrihet një pamje shumë e pastër më pas.